Trumpi, ose Ivanka, ose ku të duash, do sjellin ca lek. Tani këto lejlekët, sjellin lek apo sjellin vetëm bebe? Këtë do të më shpjegoj ti mua. Po, se dakor, ti ruajmë flamenko ty se... A kontribuojnë në GDP? Unë jam, ja ta them hapur tani se di që do më qani atë kaptinën. Unë jam pro protestave deri në thyerje brinjësh. Do me thonë, unë jam gati që dhe Rama, po të dalë në protest, kundër protestët, në mbështes dhe protestën e Ramës. Se jam pro protestës në mënyrë absolute. Po të më valvisni mua, tani, këmbët e flamingos. E kupton? Dhe thonë, vdiqe për flamingot. E kupton? Këtë nuk e pranoj sa tjetë a idhuri për pjetë para fëmijëve të Shqipërisë nuk vë as flamingo, as bub kaçurel, as bub pashu. Kështu, idhuri për pjetë. Këtë më shpjegoni, qa lek fitoj unë në flamingot? Në qofë se unë fitoj lek në flamingot, të shkoj ti kashais. As një lek. Nëse nuk fitoj në lek në flamingot, këtë ikën o vë. Ta mbroj pak protest, ta mbroj pak... E kupton se, po na ikin karkalecat e Vjosës, po na ikin flamingot e Nartës, po na ikim bub kaçurelcat e kështu, e ngerim pa buk. Po na ikim shqiptarët, o vlla. E kupton, po ikin shqiptarët. Dhe po na ngelen flamingot. E kupton, ja kjo është e gjitha. E dikush ka qenë debati më i madh i mjedisit, ka qenë debati Vjosës. Ja, këtë. Dhe unë kam qenë shumë afër me atë lloj debati, shumë interesuar tjetja. Dhe kur do bëj do centrali, unë thoja 100% me veten time që çfarë kanë, ku ka më mirë si do centrali, energjia që na duhet, produkti. Shtat. Po, dhe mirë po, erdhi ai tjetri nga Austria, kur e than fillim mos e bëni vetëm lumi i egër, prap duke si prall akoma. Por fundi ai nguli këmbë, debati u zgjerua, u bëj i madh, dhe fundin unë mua s'ma merrte mendja kur që unë vetë do ndryshoja dhe do anoja nga krahu i Vjosës. Okej, të rrofshin karkalecat e Vjosës. Jo, nuk e kisha fjalën për flamingot. Je i varur Unë jam për investimin, po ta shpjegova pak për të thënë që duhet parë dhe me këtë sy, por duhet hedhur në tavolinë. Po çfarë syri more tani? Me syrin tim të piktorit, o zotri, nuk shkosh çfarë të duash. Problemi është me syrin e xhepit të qytetarit që mbushet me lek ose jo. Të shiko. Se merrem me flamingot këto, o profesor. Profesor, se kam shumë respekt për gjithë dijen që përçon, të lutem. Se merrem me flamingot këto, kur nuk merrem me problemin se si është tjetërsuar prona. Dhe sa shpejt i bën emër të tyre këta oligarkët këto prona. Se merrem me këtë muhabet. Ke tre element në gjithë të diskutim që kemi. Si? I pari është... Se s'kapen këtu më. I pari është... A kemi nevojë ne për këtë lloj investime? Se s'kapen këtu. Kjo është pyetja kryesore. Okej, e dyta është... A kemi neve ndonjë studim për këtë? Që po flasim? Po ne s'kemi studime në Akademinë e Shkencave. Një minutë. E tre